ka përfunduar protesta e bizneseve, e cila kishte nisur në orën 10, ku bizneset kanë protestuar për shkak të pakënaqësisë lidhur me procesin e daljes në tregun e lirë të energjisë elektrike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, tha se janë të kënaqur me pjesëmarrjen në protestë, derisa tha se kërkojnë reflektim nga institucionet. Jemi në fund të protestës, jemi të kënaqur me pjesëmarrjen në protestë. Falenderoj policinë për bashkëpunimin. Kërkesa jonë mbetet që institucionet e vendit të reflektojnë dhe të kemi një afat për tranzicion për dalje në treg të lirë të energjisë elektrike, theksoi ai. Por çfarë ndodhi tjetër gjatë ditës? Biznesmeni Berat Mustafa në një deklaratë për mediat lidhur me kundërshtimin e tregut të lirë energjetik, tha se çmimi që ai ka marrë si kompani është 265 euro për megavat dhe kjo sipas tij është e papërballueshme. Mustafa theksoi se në rajon maksimumi i çmimit për bizneset është 130 euro për megavat. Edhe në këtë takim kam thënë se cili prodhues me rritje 300% të energjisë elektrike mund të konkurrojë në treg me prodhuesit rajonal. Kjo është diçka e pamundur, tha ai, ndërsa shtoi se është momenti i fundit për ndihmë për prodhuesit vendor, sepse në të kundërt ata kanë për të falimentuar. Ndërkohë, nga ora 10 deri në 12, bizneset në Prishtinë mbajtën protestën për të shprehur pakënaqësitë e tyre. Ky proces ka krijuar shqetësime të mëdha në komunitetin e biznesit, të cilët kërkojnë një afat kohor më të gjatë për kalimin në tregun e lirë. Kamion të shumtë janë vendosur në Veternik, ku protesta ka nisur, dhe aty ka përfshirje nga pjesëmarrja e një numri të madh bizneses dhe qytetarësh të tjerë. Ndërkohë, ka pasur edhe një reagim nga kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, në mbledhjen e qeverisë. Ka folur për çështjen e vendimit të ZRE-s për tregun e hapur të energjisë elektrike që pritet të hyjë në fuqi më 1 qershor. Kurti ka drejtuar kritika ndaj Odës Ekonomike të Kosovës, të cilët për sot kanë paremëruar bllokim të rrugëve si një shenjë kundërshtimi. Përderisa ne po flasim këtu, Oda Ekonomike e Kosovës që do duhet të qëndronte pranë bizneseve për të përballur me realitetin e ri, po tenton të bllokojë rrugët magjistrale me një kërkesë të vetme, shtyrjen e zbatimit të liberalizimit të tregut. Këtë po e kërkojnë me justifikimin se për një vit do të përgatiten duke injoruar faktin se për nga ana e tyre nuk kanë bërë asnjë përgatitje për 8 vitet e shkuara, tha Kurti. Më tej, ajo shpreh se shtyrja e këtij vendimi do të ketë kosto shtesë në faturat e gjithë secilit. Kurti shtoi se kjo Odë ka marrë vendim të vendosë barrikada në hyrje të Prishtinës. Kanë vendosur të vendosin barrikada në hyrje të Prishtinës, por koha e barrikadave ka kaluar dhe i kemi hequr ato ku kanë qenë. I bëjmë thirrje të gjitha odave dhe bizneseve të fillojnë të mendojnë në mënyrë të mençur për eficiencë dhe optimizmin e shfrytëzimit të energjisë, tha ndër të tjera kryeministri në detyrë Albin Kurti.